kam qefën me vdek, jo. Kam qef me vdek. Unë muj me vdek në kauzën time, për idealet e mija, po kam qefën me vdek. Jo. Së në vetëm si i gjallë. Ti vetëm si i gjallë i shërben Zotit. Kush është më i rëndësishëm, hoxhallar? Me ezonin e tyne 5 herë në ditë? Duke folë në emrin të Zotit? Apo vetë Zotit që i ka kriju qiellin, tokën dhe tëtë kjo krimtari është e Zotit? Kush është më aktuel? Më aktuel janë njerëzit. Vëmendja është përqendruar te njerëzit. Jo te ai që e ka bërë tërë këtë lojë, këtë drom. A keni çfarë ajo? Në momentin ti kur vdes, Zoti duhet më kujdes për ty. Sa je gjallë ti? Sa je gjallë ti? Ti kujdesesh për Zotin. Cilin Zot? Zoti ti ka vëndu në këtë drom, në këtë lojë ti me shërby, me bo punë të mira, me qenë paqdashës, me të i kalu gjitha emocionet dhe onën destruktive që ka sjellët rreth teje.